Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kuj do t'ja merr të mendja se vetëm duke ngrënë bamje 3 herë në javë do të ndodhte kjo. Bamja është mjaft e mirë për shëndetin. Në këtë video do të rendisim disa nga arsyet kryesore pse duhet të përdoret dhe vlerat shëndetësore që ajo ofron sipas health.com. Ajo është e mirë në parandalimin e luhatjeve të sheqerit. Bamjet përmbajnë eugenol, substanca që luftojnë diabetin. Fibrat e kësaj bime ndihmojnë në stabilizimin e sheqerit në gjak, duke vonuar thithjen e sheqernave nga zorët. Sigurojnë shëndetin e shikimit. Farat e bamjes kanë sasi të madhe të vitaminës A dhe antioksidantëve si beta-karoten, zeakanthin dhe lutein. Kjo është një nga perimet me nivele më të larta të këtyre antioksidantëve. Këto përbërje janë thelbësore për shikimin. Vitamina A gjithashtu i mban të shëndetshëm membranat e mukusit dhe të lëkurës. Rrit sistemin imunitar. Përmbajtja e lartë e vitaminës C tek bamjet ndihmon në luftimin e të ftohtit dhe të kollës duke rritur sistemin imun. Vitamina C ndihmon trupin e njeriut të ketë imunitet ndaj agjentëve dhe infeksioneve. Parandalon kapsllëkun. Bamja është një nga burimet më të mira të perimeve dhe fibrave të sistemit tretës. Fibrat parandalojnë dhe lehtësojnë kapsllëkun. Farat e saj janë një nga burimet më të pasura të substancave rrëshqitëse që ndihmojnë në lehtësimin e peristaltikës, muskujve të valëzuar të zorëve në përthithjen e ushqimit dhe në lehtësimin e kushteve të kapsllëkut. Ajo është e mirë në uljen e niveleve të kolesterolit të keq. Vetë bamja nuk përmban kolesterol dhe shumë më pak yndyrë. Kjo e bën atë një ushqim të mrekullueshëm për të zhvendësuar ushqimet me kolesterol dhe yndyrna të larta si ëmbëlsirat, mishi e të tjera. Ato përmbajnë sasi të madhe të pektinës që ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit në gjak. Ndihmojnë për të rënë në peshë. Bamja është një perime me shumë pak kalori. Ato kanë 30 kalori për 100 gram dhe nuk kanë as yndyrna të ngopura as kolesterol. Për më tepër janë të pasur me fiber, minerale dhe vitamina. Ato rekomandohen nga nutricionistët në kontrollin e kolesterolit dhe pengimin e rënies së peshës. Forcojnë sistemin kockor. Bamjet janë të pasura gjithashtu edhe me grupin B kompleks, të njohur si niacin, vitamina B6, tiamin dhe acidi pantotenik. Ato kanë një sasi të mirë të vitaminës K dhe kjo e fundit është një bashkëfaktor për koagulimin e enzimave të gjakut dhe është e nevojshme për forcimin e kockave. Bamja është një ushqim shumë i mirë edhe për personat që vuajnë nga astma. Është mirë për astmën pasi përmban vitaminën C, i cili është një antioksidant dhe antiinflamator, duke kufizuar zhvillimin e simptomave të astmës. Shëron ulçrën. Bamjet ndihmojnë në neutralizimin e acideve duke qenë shumë alkaline dhe sigurojnë një shtresë mbrojtëse të përbashkët të traktit intestinal. Përpasoj shërojnë edhe ulçrën. Janë të mira për personat që vuajnë nga sëmundjet e veshkave. Një studim i publikuar në tetor të vitit 2005 në JAMA Medical Journal tregoi se konsumi i rregullt i bajameve parandalon sëmundjet e veshkave. Në studim thuhet se ata që hanë bamje çdo ditë reduktojnë shenjat klinike të dëmtimit të veshkave më shumë se ata që ndjekin një dietë diabetike. Kjo gjithashtu lidhet me diabetin, ku afërsisht 50% e sëmundjeve të veshkave shkaktohen nga diabeti. Konsumoni bamje për një lëkurë më të shëndetshme. Vitamina C e ndihmon lëkurën të duket e re dhe e freskët. Vitamina ndihmon në rritjen dhe rivitalizimin e indeve trupore, e cila ndikon në formimin e kolagjenit dhe pigmentit të lëkurës dhe ndihmon në rinovimin e lëkurës së dëmtuar. Bamja është e pasur me vitaminën C. Janë edhe receta të ndryshme duke zgjerë disa bamje derisa të zbuten, pasi t'i lini të ftohet dhe bëni pure dhe vendosni në fytyrë. Pas 5 minutash lëkura juaj do të ndihet më e lëmuar dhe e rinovuar. Ato përmbajnë vitamina dhe minerale thelbësore për shëndetin tuaj. Bamjet janë një burim i mirë i mineraleve kryesore si hekuri, kalciumi, magnezi dhe mangani. Ato përmbajnë edhe acid folik. Konsumi i ushqimeve të pasur me acid folik, sidomos gjatë periudhës së parë të konstipacionit në shtatzani, ndihmon në uljen e defekteve nervore të pasardhësi. Gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për trupin e njeriut, duke ndikuar kështu edhe për kocka më të forta.
Bamjet janë në një burim i shkëlqyer i vitaminës K, e cila është jetike në forcimin e kockave dhe trajtimin e osteoporozës. Ato mbrojnë nga ulçra. Bamja, e cila ndihmon në relaksimin dhe tretjen, mund të lehtësojë dhimbjet e ulçrës së stomakut. Parandalon obezitetin. Fibrat e bamjet ndihmojnë në mirëmbajtje, neutralizojnë anemin, ndihmojnë në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut, përmirësojnë funksionin e sistemit të frymëmarrjes. Antioksidantët tek bamja, së bashku me përmbajtjen e lartë të vitaminës C, janë efektive në trajtimin e problemeve të frymëmarrjes dhe janë treguar se reduktojnë incidencën e sulmeve të astmës tek personat që vuajnë prej saj. Lehtësojnë gjithashtu qarkullimin e gjakut në organizëm. Bamjet ndihmojnë në strukturën e sistemit të qarkullimit të gjakut dhe në funksionin e enëve të gjakut. Gjithashtu ndihmojnë me diabetin. Bamjet rregullojnë nivelin e glukozës, lloji i fibrës që gjendet e bamjet, përkatësisht eugenoli ndihmon në rregullimin e glukozës dhe në kontrollin e shpejtë me të cilën sheqeri kalon nëpërmjet traktit të zorëve. Mësojeni si ta bëni bamjen me ujë dhe gjithashtu mund ta përdorni si një ndihmë në këto raste. Përmban probiotik. Bamjet lehtësojnë përhapjen e probiotikëve dhe ndihmojnë në prodhimin natyral të vitaminës B. Lehtësojnë kapsllëkun. Bamjet janë të pasura gjithashtu edhe me fibra. Bamjet ndihmojnë në përthithjen e ujit dhe bllokojnë kolesterolin dhe toksinat në substancat e tyre ngjitse, të cilët e nxjerrin jashtë trupit përmes feçeve. Për shkak të përqindjes së madhe të ujit e mbajnë zorën dhe parandalojnë kapsllëkun, fryrjen edhe problemet të ngjashme. Ato janë të mira kundër goditjes nga dielli. Bamjet ndihmojnë në dobësinë dhe lodhjen që mund t'ju vijë nga dielli, duke ju dhënë gjithashtu më shumë energji në ditët tuaja më të lodhshme. Ato gjallërojnë flokun. Bamja është një zbutës i shkëlqyer i flokëve, lufton zbokthjen dhe morrat dhe ndihmon në tharje dhe acarimet e kokës që vijnë edhe me shkëlqim rinor të flokut tuaj. Ajo është një burim i pasur i proteinave. Burimi i mahnitshëm i patretshëm i proteinave dhe vajrave bimor. Cisteina e avancuar dhe aminoacidet si tripofani dhe aminoacidet të tjera. Bamjet e squfurit dhe ato acide përmbajnë element ushqyes për organizmin tuaj. Ato janë një burim i pasur i fibrave. Bamjet ndihmojnë në rregullimin e tretjes dhe lagështinë e zorës me fijet e tyre, duke stimuluar kështu edhe sistemin imunitar. Bamja është një ushqim i denjë sepse ndihmon sistemin imunitar, i pasur me antioksidantë dhe vitaminën C, minerale të tjera jetike si kalciumi, ekuri, magnazi dhe mangani, luftojnë radikalet e lira të dëmshme dhe mbështesin sistemin imunitar. Ulin rrezikun e problemeve të zorës së trashë. Bamjet pastrojnë traktin e zorëve dhe fibrat e saj të patretshme dhe zvogëlojnë rrezikun e problemit kolorektal. Ato forcojnë dhe ndihmojnë në sigurimin e sistemit imunitar kundër radikaleve të lira të dëmshme dhe parandalon shndrimin e qelizave. Bamjet ndihmojnë edhe në sistemin tuaj të frymëmarrjes kundër astmës. Mund të zvogëlojnë kohëzgjatjen e manifestimeve dhe të parandalojnë shfaqjen e problemeve të astmës. Bamjet përmbajnë nivele të larta të vitaminës C dhe antiinflamator antioksidues. Ato janë një detoksifikues shumë i mirë i lëkurës. Bamjet përmbajnë vitaminën C dhe fibra që ndihmojnë në toksicitetin, përdoren për të riparuar rindet e trupit dhe kuruar psoriazën për të larguar puçra dhe sëmundjet të tjera të lëkurës. Ato ndihmojnë në shtatzani dhe në progresin e fetusit. Bamjet ndihmojnë në parandalimin e një cikli jo normal të lindjes dhe nxisin zhvillimin e tubit nervor të fetusit dhe parandalon defektet e tubave. Ato janë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë edhe për kolesterolin e keq. Bamjet përmbajnë edhe element të tretshëm si fibrat dhe pektin, ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq dhe parandalojnë gjithashtu problemet e arteriosklerozës, dhe konsumi i tyre vazhdimisht brenda normës lejuar në jetën tuaj do t'jap të gjitha këto përfitime të cilat i renditëm sipas health.com. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.